Sapo ka përfunduar ndeshja e kategorisë së dytë grupi A, Shiroka mund Erzenin në rezultatin 1-0. Me teknikun Lezhjan të Shijakësve, i futbollistin e mirënjohur Lezhjan Alcani. Alcani, një ndeshje thuajse e barabartë deri nga fundi, ku përsërit edhe golin e humbjes. Të them të drejtën, kishim përgatitur si ndeshje, dishim që luajmë kundër një ekipi që, për qenë sinqert, edhe ato kanë ato objektiva dhe si thënë ato të vetat, por synimet e veta. Si që patë edhe vetë, ndoshta pjesa e parë ishte një pjesë që, për të thënë drejtën, ishte lutem u munduam dhe krijuam raste për të shënuar dhe masa ishte për ta ndërtuar pjesë të parë, por siç e dini edhe vetë, i tillë është futbolli, nëse nuk e shënon, duhet edhe ta absorbosh, domethënë. Ishte një pjesë e dytë që nuk ishte ashtu, nuk shkoi siç duhet, pash një gjendje e ekipit rrallë nga forma fizike. Këto i tillë është futbolli. Megjithatë kishte përballë një skuadër si Shiroka që këtë sezon ka bërë mirë dhe është pretendente për të kaluar në të parë. Thash edhe më përpara, Shiroka duke nisur duke ta shikosh edhe nga stafi, qoftë nga presidenca, kanë hyrë më përpara që në fillimet në merkato, ne vim pak si të vënum nga pjesa e merkatos, por edhe nga ana ekonomike, domethënë nuk besoj ti më gjoh dhe shpresoj që tash të tjerë është futbolli, ta shpresoj dhe uroj suksese Shirokës. Objektivat e Erzenit për këtë sezon? Objektivat e Erzenit për këtë sezon është, si shëshim edhe vetë jemi në zonën e play-offit, do të shkojmë deri në fund të bëjmë maksimumin, shohim pastaj pse jo, mos tentojmë edhe gjithmonë shpresa se do të ndesë fundin, do tentojmë deri në fund për të ngjitur sa më lart. Në tërësi konkurimin e grupin A, ku luan edhe ju, ekipi Lezhjan, ekipi qytetit tuaj, duket se po shkon drejt në kategorisë parë. Të them të drejtën, Bestia për mua është formu nga fundi, por kanë bërë një ekip qoftë me president, qoftë edhe një ekip që shumë solid, dhe për mua janë me merit ato, janë me merit në vend parë dhe uroj sukses edhe Besias. Shpresoj ta shohim sa më lart, pse jo. Cilin skuadër shikon pas Besias se mund të jetë pretendente për të shkuar në parë? Nuk mund të them, besoj që do jetë vetëm Besia, pastaj po që puna për të play-offi, mund të jetë Shiroka, mund të jetë Librashi, mund të jetë Lënë, por do jetë shumë e vështirë në gjitja pastaj me një nga ato ekipet po marrë Lushti apo kush mund të jetë luftëtar, nuk e di kush më ekip tjetër mund të jetë. Më janë goxha e vështirë në mendimin tim, por shpresoj gjithë cilit ekip sukses. Profesor Alert Alcani, një emër i njohur i futbollit shqiptar, ka luajtur edhe me vllaznin e Shkodrës, por edhe trajner për shumë vitesh me shumë përvojë. I kënaqur aktualisht në bashkëpunimin me Shijakën? Të them drejtën, unë jam ndje që në fillimet e mia, jam ndje shumë mirë në Shijak, pavarësisht të pak probleme që ato kanë, që i kanë të mbartura me kohë, por unë jam ndje mirë që nga fillimet, kam dorë të lirë për çdo gjë, dhe tash edhe pse me vonesë, por sot momentalisht i kasë në vend katë. Kuptoj që me gjithë ato problemet dhe përveçësitë që ka futbolli shqiptar. Alcani, faleminderit për intervistën. Faleminderit ju, sukses.